Unë i kom pa ditë Gjeodetin edhe vllazën i kom pa ditë. Përpara vllazën kanë pas bargj. Kollet që mi keni bargj, kur do në mi dhanë? Unë jam kanë qaj që i kom martu të unë, janë kanë krejt darës me afër 40.000 marka. Krejt ato janë panë në shpenzimit mija. Këtë shpijen s'po me regullu, për shkak se në katastër nuk ekziston. Për shumë familje shqiptare, konfliktet kryesore ndodhin për prona. E tillë është edhe historia e Xhek Xhevlekaj nga Prizreni, i cili pretendon se u tradhtua nga 3 vëllezërit e tij. Xhevlekaj thot se për vite me radhë është kujdesur për ta deri tek gjërat me të vogla. Në një rrefim për Insiderin, ai tregon se u detyrua të ndjek rrugët ligjore për ndarjen e tokës familjare. Unë jam Xhek Xhevlekaj, këto jemi gjindime në Karashëngjergj, parcela është 518 thyë për 8, ne kemi ba me 2008 që ndamjen fizike me një marrëveshje me vllazënit, po këta nuk e kanë përmbajt këtë në. E tash ka arë problemi se e kanë ba ndamjen fizike pa prezencën time, e kanë ba falsifikimin e letrën e njoftimit, dhe kur e kanë da, janë ba shumë gabimet. Po, me tregove edhe me herët që jeni tu përballë edhe në procese gjyqësore me 3 vllaznik e juj, po nëse nuk jam gabim. A mundesh me na tregu cili ka qenë fillimi që e keni kuptu që vllaznitë e tu janë tu e bo padrejtësisht ndarjen e tokës? Po, këto me 2018 që në vllau, kemi pas kontaktën në Kroaci me prenin, a më trego që e kanë ba ndamjen fizike, po unë s'kam qenë prezent. Edhe i kom thonë kryesore, kur të vinë në Kosovë, si e kom pas lokalin në Spanjë, kur të vinë në Kosovë atëherë me ba ndamjen fizike bashkarisht. Ai mas disa dite, mas 10-15 dite e ka nisë shtëpinë, e ka pris shtëpinë e vjetër, temën. Këto shtëpia tjetër në prish, mbasi që e kanë ba hapjen e rrugës. Rruga ka qenë në marrëveshje 4 metra, këta kanë ba, është prej fillimit deri këto të kjo shtëpi afër 10 metra, e hymjen e kanë ba te unë, po edhe mbas në kohë, kur kom ardhë, vllau e kish pasqit këtë mas më hi në vortemin betonin, 30 cm që mas më hi në to, edhe e kish pas nisë shtëpin. Unë i kom pa ditë Gjeodetin, edhe vllazën i kom pa ditë për... Masi që e ka ndërtu shtëpinë? E ka nisë shtëpinë. Kur e ka nisë shtëpinë... E keni marrë vesh është pamiratimin tonë? Po, kur gjatë. Plus nuk kemi kanë ndanë fizikisht. As te noteri, as kërkon. Po, këta i kishin pasqu disa dokumentet falsifikume të katastra. Një femën katastr me një hunin e Geodetit, me bashkëpunimin e tina i kanë bërë krejt këto gabime. I kanë hek krejt shpijet që kanë qenë pronar, 180 metra katror, kjo shtëpia vjetri ka pas 72 metra, kja ofër 50 edhe aja ofër 70. Dhe më thonë, krejt shpijet i kanë hek në katastër, nuk ekziston asnjë shtëpi në katastër. Përpos vëllezërve, Xhevlekaj pretendon se po përballet me padrejtësi edhe nga sistemi i drejtësisë. Përmendet që ja kanë bërë një falsifikim. Po. Mundesh na tregu për çfarë falsifikimi vetë fjalë? Falsifikimin e kanë qitë numrin e letrës njoftimit është. Numri personal është gabim, falsifikim. E kanë përdorur numrin e letrës njoftimit edhe emrin? Po, edhe vllai i madh në vend temin e kanë qitë fotografinë të vllavut të madh. Gjyqtarja në fillim e ka pas denu Bajram Silmanin me burg, edhe 3 vjet më ia marrë, 2 vjet më ia marrë këtë lejen e punës, as nuk e kanë marrë për falsifikim. Në dytën herë kur e kanë prapë ka bë apelit, e ka kthy për mrapa, e tash kjo në fund e ka liru Bajramin, e ka liru pa kurfar problemi. Problemi ka mbet këtu në zymë, në Karashëngjergj, shtëpijet nuk janë kthy në katastër. Unë i kom thirr vllazënit me një të katërtit, ju kom çu mesazhin, jemi taku këto te vllazënit, ju kom thonë çysh keni bë, morën e patën bën, por mas më kaluar hiç në atan. Edhe tham çysh po mundi mi bë ato gjana kurse. Po thot vllai vogël, thot ti mund të shkosh rrotull, çysh rrotull. Atëherë pse më dhanë
pjesën e parcelës nëse shkaj rrotull. Atëherë duhet të shku edhe 50, 70 metra katror duhet më shumë. Atëherë shtëpia e vllaut ka krejt në vend temin. Po i shoh që këto dy shtëpia janë të ndërtuara, si kanë mujt me ndërtu kur ka qenë në proces gjyqësor. E kanë bërë, se janë nashta më të fortë, nuk e di. Kanë njoftësi kryesore. A janë ku për këtë shkel? Për çdo njërin jam në anku. Ky vllau me 18 kur e ka nis, e ka bën Bajrami, e këtë skicën në gjeodeti, e ka bën që ekziston shtëpia 1 vjet përpara. Që të më thonë e pamundshme është. Ky e ka bën e ka nis shtëpinë me 2018 në muajin e 10, në fund me 7, detajisht me 7/11, me 18 e ka nis shtëpinë, a ky ju ka çu inspektor të ndërtimit që ka qenë 1 vjet përpara. Plus kjo shtëpia njerë ka rrshit, e kanë qit 6 metra ma poshtë, edhe tash kjo shtëpia nuk ekziston në katastër, po ekziston shtëpia vllaut. A këto 3 shtëpijet e mia kërkom nuk ekzistojnë. Këtë shtëpinë s'po me rregullu, për shkak se në katastër nuk ekziston kurrë shtëpi në emrin temin, edhe ndamja fizike ala nuk kanë kry. Unë që los vllazët mi bën ndamjen fizike që duhet, edhe borxhet që mi keni kur dani me dhanë. Pjo hikin krejt, thash në 6 seanca i kom thirr vllaznit, ju kom çu letër të skanar në asnjë seancë. Nuk vinë seanca? Jo, asnjëherë. Edhe këto tash në landën civile që kemi për pengimin tonë, uzurpimin që më kanë bën, prap i kemi marrë 5 seanca, njerë ka ardhur një vlla, po vinë herë një herë tjetër, po mirë po pa kurfar vlere. Si është e mundur në kadastër mos me ekzistu shtëpia? Atë e ka dhënë një spjegim kë Bajrami misioni ku mjek shtëpijet e Xhekës. Pa dijen teme që kjo ka mujt me hik shtëpije. Shtëpia ekziston? Ekziston shtëpia, është edhe kjo, po. Tash, do të thonë, kjo prish kulmi i ka ra krejt, kur e kanë nis rrugën këtu, kur me bager kur e kanë nis, sipas vizatim që thash që çysh ka qenë, e te që tash çysh është sot. Do të thonë që kjo shtëpi ka qenë e para. U prish kjo. Edhe çdo punë që kanë bën bërllokin e kanë qit krejt në bërtemin, çysh po shihet. Unë 3 herë e kom përjashtu gjykatësën te Uta Krushën prej seancës, 3 herë kanë kthy për shkak të këtyre padrejtësive që e ka bën. Se mund pa të thonë që veç shkret se Bajrami kanë me liru. Kur e kom dëgjuar ato fjalë kryesore kanë bën. A keni ndaj dyshim se si ka mundur me ardhur deri te vendimi për lirimin e tij? A ka pas ndonjë ndërhyrje nga jashtë apo? Me siguri. Te kthejmë edhe kjo nga ana sentimentale, pak lidhja juaj me vllaznitë, sa ka ndiku kjo te ju, a jeni ndjet zhgënjym për tyre apo si keni pas raportet ma herët edhe me ardhur deri në këtë gjendje? Po që unë thash se përpara vllazët kanë pas borxh. E kur kom shku në Spanjë, këta pa prezencën time i kanë bërë, se çdo njëri ka borxh. Vllau që kemi ble banesën, e ka shit banesën në Prishtinë, i ka ndërtu edhe 2 kate për mi në Prishtinë, edhe ato i ka shit e borxh se ka kthy. Si u bën kjo juve mundime që i keni vllaznia, keni prit një... Jo. Se të dy unë jam kanë qaj që i ku martu të unë, janë kanë krejt, dhe më thonë, vllai i vogël ka qenë të unë, ka punu 4-5 vjet ka punu, për 5 vjet, për damë shpërblim, ja ku mblej lokalin 165.000 marka në Kroaci atëherë. Dars me afër 40.000 marka, që shkushtojnë 400 diçka vetë, kanë qenë darsëm, krejt ato e në banë në shpenzimit mija. Vllai tjetër, me 95 që në martu, ai si ka pas parat, unë kum shku i kum marrë borxh, se kam qenë në Çeki, si ku ndi që si ka të hollët. Afër 17.000 marka i kum shku i kum marrë në për shokët mi, për me pagu borxhin e vllaut. E që shtonë që s'dit. Këto pretendime janë mohuar nga gjykata e Prizrenit. Përmes një përgjigje për insajderin, ata kanë deklaruar se pretendimet e palës janë tërësisht të pabaza, të pambështetura me prova dhe pas një bazë faktike apo juridike.